Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës të podcast. Këtë episod e kemi Emina Haxhiun mysafire dhe gjithashtu Bobin. Faleminderit Emina për pranimin e ftesës në podcast tonë. Faleminderit Yll ka që më ke ftu, mua dhe Bobin. Po, siç e dim, nuk është i vetmi Bobi, edhe pse Bobi nuk po na rezervon pamje të bukura se po lëviz ton kohën, edhe s'po mund të kamera me fokusu bukurinë e tij që po shkëlqen, edhe na ka marrë gjithë bukurinë neve. Përveç Bobit, Emina, a mundesh më tregu se sa qenë dhe mace, apo a ke edhe ndonjë qenë apo mace në shtëpi? Po, I kam edhe 4 maca tjera. Okay. I kam edhe 3 qenë tjerë në banesë, përveç tyne I kam edhe 12 qenë strehum të mami, të rrugës. Do më thonë, 12 qenë, ju vetëm i keni largu nga rrugët tona, nga torturat, cilat, siç e dim, ndodhin shpesh në vendin tonë, gjithashtu edhe nga uria, nga etja me të cilat ballafaqohen qenët në rrugët e Kosovës. Gati çdo ditë. Po. Shumë raste. Atëherë, a është e vështirë, para se me kalu te kjo pyetje, a mundesh më tregu sa kur e dim që komuna ka premtuar subvencion 50 euro për secilin qytetar I cili strehon qenë në shtëpinë e tyre, cilët I largon nga rruga. Sa është ndihmë nga komuna, apo a ju ndihmon komuna në këtë rast juve? Une, faktikisht qenë t'i kom marrë shumë ma herët. Okay. Para 8 vite, se kom qenë që është që 8 vite në fustar të une. Po, edhe tash kur kom marrë, që më ka rastis me marrë në një në rrugë, kur kam kontaktu me komunën, për një ndihmë të vogël, të paktën me mujtë me regjistru të paktën 4-5 qenë, që me më ndihmu edhe mu me ato të holla. Pas ma të letë, normal. Po, me ble ushqim edhe për ata tjertë, edhe çdo herë me arsyetime të kota, jo, nuk jemi të e bo, jo, të lajmërojna, jo, ashtut, edhe kom blon me thonë drejtën këtë punë, edhe unë I kom heq dorë. Po, ke vazhdo se qysh ke fillu qysh nga fillimi me forca tua. Atëherë Mina e cekët që I keni disa qenë dhe disa mace në njëjtin ambient shtëpis. Edhe sa është e vështirë që dy lloje qenë dhe mace me pas raportet mira ndërmjet veti përderisa dihet që ndonjëherë janë edhe si armiq. Bobi që u rrit në rrugë, edhe nuk ka frikë prej asnjë qenit, as edhe aty në rrugës, shkon me njeri për qafi, puth. Natyra e Bobit është që ashtu. Për ata tjerë, pak me ma shumë me vështërsi, kur po m'bjan me marrë një macë prej rrugës, derisa po ambientohet, po m'përgjithsi qenë t'i kom tepër të butë, I dojnë tepër shumë macat, edhe s'ndodh asnjëherë naj diçka me ndodh mes tyne. Na e përleshje. Bobi është kingu I shtëpisë. Kjo është aja aty që jep komanda, nuk guxon kërkush m'ja prish vendin ose m'ja prish qefin Bobit. Kjo është ai që jep komandat në shtëpi. Po duket se sa hini në ndërtesën e Radio Kosovës, Bobi që u fitoi zemrat secilit, edhe na harron krejt neve, domethënë Bobi ke në qendër të vëmendjes. Ma mërmendja që edhe në shtëpi të njëjtin rol ka, po duket që pak edhe është dominus. Atëherë për kështu të përqethje Emina ose për larje, sone nuk kam macë me tregu drejt, më pëlqen shumë, po I kam 2 qenë pak janë ma hiperaktive dhe nuk kam guxu kur me rreziku me marrë një mace. Për kështu të qethja I bëhet macës. Po, zakonisht në pensioneve që janë me qime gjata I bëhet, po njëkohësisht edhe Bobit I bëhet qethja, po unë nuk e preferoj me tregu drejtën, se mas I ndrojnë qimet
3 herë në vetë, ky tashti veç ka fillu ato qimet e verës me qit, nuk ndoket arsyeshme sa për larja e laj, po jo shpesh, një herë në 6 muaj, zakonisht macat lahen vetë, nuk ka nevojë me la, edhe Bobi nuk e don ujen. Si shumë maca, si shko mujtë E me urdhen pa. ujen. Po, e kom një tjetër që ajo pa pik problemi rrin, lahet, edhe shkon shtrahet vetë të veni që mja lëshu tushin. Sa interesant, dy karaktere ndryshme? Ndryshme. Macat. Atëherë për antiparazitar, a përdoren të Po. macet? Po. Është cikël i njëjtë sikur të qenë, Sikur të do me qenë thonë i njëjtë. të njëjtin trajtim pothuajse, të njëjtin trajtim e kanë edhe macet edhe qenë. Po edhe diçka do është me cek masi që veç jemi këtu edhe po flasim për mace. Kam dëgju që ushqimi i qenve mundet mu përdor po mendoj nuk mundet mu përdor të macet, ndërsa ushqimi i maceve mundet mu përdor të qentë. Është kjo e vërtet? Jo, kjo është e kundërt, më duket, sa që kom lexu se ushqimi i macës nuk përdoret. A po, a? Të qentë, po. Unë pas na bo gabim shumë. Jo, sidomos kokrat, për shkak që macat kanë acid shumë, Okej. e kanë ekstra ushqimin, sidomos macat kanë ma shumë probleme me veshk se qentë. Po. Po, une për veti kanë të ndome Ata heq. I ndoma, i veç mas për maca, veç mas për qentë. do me thonë që ajo është kyçe që mos me bo eksperimente. Po. Atëherë mina, në herë nëse na ndodh për shembull si grup, se kemi një grup edhe dërgojmë shumë shpesh për adoptim jashtë Kosovës qenë. Pyetja e parë është se na bëhet a shkon mirë me mace. Përderisa na e marrim një qenë prej rrugës, edhe ku mundesh me diti a shkon ai qenë mirë me mace a jo. Testim. Qysh është dasht me Unë bo i që kryt testim? qenë të mi, që i kom marë prej rrugës që kanë shku, jo në adoptu, i kom su me mace. Bele heq ma larkë, që ta është e pa ta postu edhe në grup, një nanë me 4 klysha, sa pat lind, e nana pa pas kur kontakt me maca, direkt kontakt me Bobin, pa pik probleme, edhe kom bo fotografia, kom tërgu që s'pas ka problem me maca. E kondërta të anë e mina, unë e kom dhonë për adoptim një qenë Mallinos, cilin e kanë lëshu në rrugë të Prishtinës, jo mundu e kom bahit në strehimore 4 muj, jo mundu me socializu me qenë tjerë, po maca s'kisha ku me gjetë me socializu me maca. Atëherë, Se ke thirë Bobin. Bobi shpëtimtarin. Edhe, kur po bisedoj, ata janë shqiptar, kur po bisedoj me atë djalin, po thot, thash qysh është qeni, është mirë, po tha mirë, 4 maca i ka hongër. Dhe meta e thëke pak e sikur me mburje, po së desha tasha me kish, a me kajt. Dhe tha, po tha është shumë gjatare mirë, 4 maca tha i ka hongër brenda pak mujve. Meta, tjetrin rast e kemi qenë një qenë në Belgjik, ai si ka pa maca, ti ka sulmu. Do më thonë e kanë ekspozu direkt prej rrugës në maca. Atëherë nështë kish me qenë ma mirë, qysh edhe ti po thu, para prakisht me umësu qeni me macën, jo me ekspozu direkt në rrezik macën, se mandej kish me qenë fatale, një fund fatal. Unë zakonisht, kur të marrë i qenë të rinë banes, që nuk e njëf, e lo kështu si hapsir, këta mu marë, erë ndërmjet veti, po mës me pas qasje kontakt të me njëhershëm. Po. Është si loj kafes, që ja u qes në mes, edhe i lo mu marë erë njani me tjetrin, ma ndë e këshuri reagimin e qenit. Për Bobin mos për folje, se ku me di qëfar qeni me pashkën e puth. Edhe minjere mësohen, une besoj, po derit sot, që më kanë ndodhë mu krejt, mu kanë mësu, edhe trukës, edhe na i racë, ose edhe krejt mu kanë mësu me maca. Të më thonë, veç duhet pak Po kohë kujdes edhe edhe kujdes. kohë, bash. Se
Në fakt, unë e menzi kom mësu 200 e mi më banesë, Po. 200, po ka pas shumë se njoni është territorial. Atëherë, a mëndësh, nashta kjo kishë dashtë me qenë pyetja e parë, a mëndësh më na tregu pak e historinë e Bobit, se si ka ardhur te jo? Bobin, unë e kum gjetë në rrugë, e kum gjetë me një tuft të thmive të e maltretu, atëherë Bobi ka pas 6 muaj, edhe as një as dy, që kum kapë në dorë e kum marë. Mandej, unë i kisha edhe maca tjera, edhe të edhem punën se qyshe kemi, unë e mora veç me strehu, mja qëtë një familje. Mu lajmëru një familje shumë e mirë, shumë më pëlqaj, so që non-stop më fillem më dërgojshin foto, video të Bobit, në kontakt, vazhdushëm me ta. Edhe me një moment, s'ku mujt me kontaktu mu me ta, ma kam bu blok në të naont. Edhe s'kisha mu, të me thonë, s'kisha ndjeni mu se që ka ndodhë me Bobin. Mas një vit e gjyse, Bobi postohet në grup, në lagjën në Vranjevës, për një vajzës. E thone, se kum pa postimin, një shok i jemi, e ka pa postimin edhe ma ka bo tag në grup, edhe ma ka bo, oj zemër është që këj Bobi, edhe se ku marrë kum qilë Bobi, mas një vit e gjyse, një gjys natës, jo më shku e kum marrë, e kam bajt ajo qika, kur e kum marrë, Bobi i ka edhe shajat, që është i sulmum, që është se Bobi është shumë i but, e kanë sulmu qëndë, e kanë sulmu maqoka tjerë, edhe që aty ku më thonë mu se jap për adoptem. Edhe tash Bobi ka të 6 vjetë, edhe jeton me mu, edhe pse shumë është një falë lazdrani ka qef me ik, e run derën, kush po del që mi ik vi banesës. E pash, ma herët. Ka qef shumë me ladru. Me bredh poshte për pjetë. Shërke rezën e derës, kush pe hap. Që me ik. Me ik, me shpejtësi. Po më ka ik 3 herë, njerë 5 dit, njerë 2 dit, njerë 1 dit, po fatmirësisht e kum qetë qëto herë. E sa i përket adoptimit, a ke mujt me ditë se qa ka ndodhë me adoptusta, e kanë lëshu, apo ju ka ik, apo mo nuk kanë kontaktu kur? Unë e mendoj, nëse ju ka ik, pak të nuk më kishin kontaktu që ju ka ik dhe nuk ma kishin bo plak. Po, ma shumë e kam braktis. Kam braktis, kam heqë në dorë nga Bobi, po nështë ta kjo ka qenë fatkeqësi, se Bobi është këthyt e te, edhe nuk ish mujt me pas as njëherë komoditetin, dashurin edhe jetën që ti ja ke dhuru. Kështu që fati i ti që ata veç se e kam braktis. Unë po thëmë nëse nuk unë e shkrume. Nuk unë e shkrume prap më këthy. Nuk unë e shkrume që Bobi me pas një jetë super të mirë. E pse Bobi për bënë që shtët? Kur të bënë kështët ashtë në dimir, anë si klatë. Jo, Bobi përshtatet me njëherë me ambiente tjera, që ata di që po tash po ka qef me këqyr. Tash po ka qef musil, po i do këtë ambiente super interesant, ama që nga shumë i bukur. Nështë edhe kjo pjesa kujdesit, sepse në rrugë tona s'kemi pa një që si matëse fluffy, po nështë se cila matës që merët prej rrugës edhe ka një trajtim që ka shtë mirë, transformohet si këtë formë si Bobi. Atëherë, Emina, faleminderit shumë që ndave disa momente të bukura për ndjekësit e Radio Kosovës edhe për emisionin e podcast. Falenderoj nga zemra që gjete ku me u bashkangjitë në këto minuta. Faleminderit shumë Julka që më keftu. Sa do pak një tregu edhe tjerve njerëzve se mocat me qenë bojnë. Se krejt ma bojnë këtë pytje që shtrinë mocat me qenë. Shumë interesant kjo pjesë. Po. Edhe kështu që besoj që e ku mjep edhe një mesazh për tjerë që kanë qenë edhe dojnë ma adoptu një mocë. Ose për ata që thonë jo, unë s'moj me marrë një mocë se kom qenë. Se çdo herë ndodhin ato arsyetimet
Po besoj që se si bobi mësohen krejt. Ama gjithmonë me kujdes të shtuar, jo me bo eksperimente. Kuptohet. Se e dim që ti je dashamir se e madhe kafshëve dhe din se si me u sill me ta, po jo dhe disa persona amatera në këtë pjesë nuk i kisha propozuar me bo eksperimente në fillim. Normal. Une edhe ma herët e thash që duhet me pas shumë kujdes kur Duhet. njoftohet maca edhe qeni. Kontakti çdo herë do të me qenë i sigurt, jo drejt për drejt, mit për ballë. Ashtu qysh edhe ti dhe këshillat. Mina dhe njerë faleminderit shumë. Faleminderit Bobi që gjete kohë me ardhë me nive këta. Faleminderit.